Gojgadice në bashkëpunim me Fondacionin Ilios, pas një takimi të realizuar në muajin mars, morë një iniciativë me ndihmën e një grupi grash dhe vajzash të mrekullueshme në ndihmën për terapitë e fëmijëve që i përkasin çrregullimit të spektrit autik. Nisma nisi si diçka shumë organike, shumë e thjeshtë, por e cila pat një impakt shumë të madh. Ditën e djeshme kemi pas një numër shumë të madh fëmijësh, i sollen fëmijët, asistuan bashkë me fëmijët e tyre në përgatitjen e kartolinave, vizatimeve, vezëve, ëmbëlsirave, biskotave, të cilat të gjitha punimet e fëmijëve do të shiten në qytet përmes tendës të lëvizshme dhe të gjitha të ardhurat e mbledhura do të shkojnë për terapitë e fëmijëve që i përkasin çrregullimit të spektrit autik. Gjithashtu dje pat një solidarizim shumë të madh edhe nga biznese, edhe nga individ të thjeshtë që zgjodhen me dhuru pas një lloj prapavije, pas një lloj dukje, vetëm dhurua në kutinë e vogël që është vendosur për të gjithë kontributet e tyre.